Lumturia është një gjendje emocionale që të gjithë dëshirojmë ta kemi. Ajo mund të gjendet edhe në momentet më të vogla të jetës. Por të shohim se çka i bën të lumtur qytetarët pikërisht në këtë kohë, i ndjekin përgjigjet e tyre. Çka ju bën juve të lumtur? Po shumë sene na bën të lumtura, po në i rast që i befasishëm na bën lumtur edhe më shumë. Po tash për tash më të lumtur më kish bëu që kjo situatë me u zgjedh në Kosovë, që kjo situatë politike që është frenuar dhe nuk po mundem me hec përpara. Problema ajo është kishte me qenë tash për tash më e lumtura, kisha me fjetë shumë net mirë. Po juve, çka ju bën të lumtur? Më bën të lumtur vetëm natyra e mirë e Kosovës, ambienti i mirë i Kosovës, edhe rinia pozitive e Kosovës, aktivitetet sportive, e vetëm sa në Kosovë që të bën të lumtur është kjo. Më mor sa më shumë me natyrë, sa më shumë me natyrë, vrapime. Çka ju bën të lumtur? Më bëjnë të lumtur nipat edhe mesat edhe dashuria me ta që e kem reciproke. Zotrin, çka ju bën juve të lumtur? Po në këto momente vetëmja lumturi e imi është e kësaj kohës është nëse Zoti e dërgon ligjet në shtetin tonë të aprovojmë, të jemi të lirë, të gëzueshëm, të kemi harmoni, të kemi disponim. Kjo është gjaja më e mirë. Gjithkund në botën, pa ligje nuk ka gëzim as lumturi. Neve na bën lumtur vetëm familja. E sidomos nipa edhe mesa, kur kemi është kënaqësi të jetojshëm këtë kohë. Sikur mos t'jenë nipat edhe mesat këtë kohë, përbjes është një kohë që kena me deviju në krye. Prandaj Zoti na ka dërguar dhe po kalojmë ta. Lumturia më e madhe e jetës është mirësia. Po juve zotri, çka ju bën të lumtur? Si pikë sport më bën të lumtur kur e shoh shtetin mirë, që hec përpara. Nuk shkon që po shkon sot. Edhe dyta të lumtur në bën se ti ku ke ri halo kur i sheh nipat mesat minç përparojnë, je shumë i lumtur. Do të thonë një familje e madhe e lumtur. Po, një familje e madhe e lumtur, atëherë je. Po nëse se ki shtetin rregull, si je me kur gjë në rregull. Zotri, çka ju bën juve të lumtur? Në jetën e përditshme të lumtur e bën familja kur është në rrugën e drejtë e në elementet pozitive që ka në tanësi. Emocionet më të shprehura është të femna se sa të mashkujt. Mashkujt janë pak më tepër, më temperamentna, janë pak më gjallë edhe më krenar. Kurse femnat e kanë krenarin, po janë shumë më dhënë ndaj prindit, babës, nanës edhe familjen në tanësi. Që kjo është kënaqësia shpirtërore e një personit të lumtur normal që është. Çka ju bën juve të lumtur? Lumturia më e madhe në jetë ka qenë kur dy vajzat e mia për të njëjtën ditë, njëjtën kohë kanë diplomu dhe i kanë marrë diplomat. Me gjithë familjen kemi qenë më të lumturit në botë.